Nuk del asnjëherë nga moda, madje është e kombinueshme me të gjitha ngjyrat. E bardha edhe këtë pranverë pritet të dominoj, e vetë se është bërë një nga trendet më të dashura. Por, si vjet, ka një rësi në përdorimin e saj, duke bërë një zgjedhje të gjithanshme për çdo stil e situatë, duke sjellë freski, pastërti dhe elegancë. Ne do japim disa ide se si të kombinojmë ngjyrën e bardhë për një pamje të stilizuar. E bardhë dhe pastel. Kjo është një nga kombinimet më të ëmbla dhe të freskëta që mund të krijoni. Për një pamje të lehtë dhe elegante, mund të veshni një fustan të bardhë dhe të kombinoni me një aksesor pastel si blu të qelur, rozë të ndritshme ose jeshile të butë. Ky kombinim ofron një pamje të ndritshme dhe të qetë, por edhe më shumë të përshtatshme për ditët e ngrohta të pranverës. Nëse preferoni një pamje më të guximshme, kombinoni ngjyrën e bardhë me nuanca të forta dhe energjike, si e kuqja, e verdha, blu elektrike ose portokalli. Për shembull, një këmishë të bardhë mund të kombinoni me një xhaketë të kuqe ose një palë pantolla blu të ndezur, që do të krijojë një kontrast të bukur dhe tërheqës. E bardha mund të kombinohet lehtësisht edhe me ngjyra të tjera neutrale, si gri, bezh ose e zezë. Ky kombinim është i përshtatshëm për një pamje të sofistikuar dhe të rafinuar. Për shembull, një xhaketë të bardhë mund të vihet mbi një bluzë gri të errët dhe një palë pantallona të zeza, duke krijuar një stil modern dhe elegant. Një tjetër mundësi është përdorimi i aksesorëve metalik si ari, argjendi ose të verdhë metalik për të shtuar një shkëlqim ekstra. Një fustan i bardhë me një çantë ari ose një palë këputa të argjenta mund të krijojë një efekt të mrekullueshëm, duke i dhënë stil dhe elegancë pamjes. Gjithashtu mund të kombinohet me printe të ndryshme, si ato me lula, vijeza ose motive gjeometrike. Kjo do të krijojë një kontrast të bukur dhe mund të bëjë që pamja të duket më dinamike dhe moderne. Për të mbajtur stil të freskët dhe të pastruar, kujdesuni që veshjet të jenë të balancuara dhe të mos i mbingarkoni veten me shumë aksesorë. Nëse keni veshje të thjeshta dhe të bardha, fokusoni te detajet e vogla që i shtoni, si një çantë interesante, një palë syze ose një palë këpucë të veçanta. Nëse kombinoni me ngjyra të tjera, mund të krijoni një pamje të ndryshme që të reflektojë personalitetin dhe stilin tuaj të veçantë. Ky është një moment i shkëlqyer për të eksperimentuar me tendencat e modës dhe për të shfaqur më të ndritshëm se kur këtë pranverë.